emra që do të tregojnë se këta më fakt kanë vjedhur shtëpinë dhe nuk kanë vjedhur kundërshtarin. Ky delegjitimiteti, që shumë interesante ajo që tha Ermali, a delegitimon zgjedhjet me këtë logjikë që ne po ndjekim. Pra nëse ne marrim vesh që nga listat e hapura ne i kemi të deformuara 1/3, 2/3 e gjysmën, nuk e di, të votave, aty ka një lloj delegitimimi, por nuk mendoj se delegitimon procesin dhe pushtetin. Pra nuk është devijuar pushteti ekzekutiv, është devijuar vota për partinë ka qëndruar aty, pra vota për subjektin, sepse për shkak të kodit elektoral që ne kemi, kjo gjëja është e tillë që nuk e ndikon, nuk e afekton, ja prish shihen, por jo ligjërisht ja prish shihen. Po të ishte një sistem tjetër që dishim me lista komplet hapura, ku diun majoritar, siç kemi qenë në 2005 në kështu me radhë, aty pastaj mund të themi që do kishte një problem real. Por gjithsesi edhe kjo ja e shihen në kuptimin e një palë zgjedhjeve europiane, tjerë e prish. Nuk zhbën zgjedhjet, nuk i quan ato të paligjshme, por që është një dam, patjetër, po ne thjesht po e nxjerrë një model që tani ose edhe nga kjo që nga pretendimet që kanë nxjerrë qoftë se Auloni, s'e mbaj mend, unë doli i pari që tha kam prova, kam dhe materiale. Auloni i pari i kërkoi provat filmike, zonat filmike. Por diskutoi për brenda partisë, nuk tha që ka vjedh kundërshtari sa atë se diskuton ai. Patjetër. Ai diskutoi që unë jam vjedh nga kandidati për kjo nuk ishte bëva kurrë. Se kishim gjunë një që na bodhi, mi fer ka ndodhur, mund të ketë në për tavolina po publikisht dhe të ketë pas kallëzim publik ose kallëzim në SPAK se është vjedhur, kjo është në raport me bashkimin, po e them kështu tani edhe pse ngjan si klishe kjo, në raport me ndërkombëtarët, kjo është një njollë e madhe e zezë që i jepet zgjedhjeve. Po, patjetër. Në raport me shqiptarët ka një delegitimim, po nuk është më delegitimimi i zgjedhjeve. Është delegitimimi i kauzës së opozitës. Pra opozita që thotë që më kanë vjedhur zgjedhjet, do delegitimohet duke u dekonspiruar si hajduti i vetvetes. Dhe hajdulliku i vetvetes, jep dhe i përgjigje tjetër. Dhe përgjigja tjetër është që ti, duke u lodhur me vjedh veten tate, ke harru të bësh gara me kundërshtarin dhe prandaj ke këtë rezultat, nuk ka vjedh njeri. Patjetër. Ti ke pas mendjen të vjedhësh atë konfirmohesh vetë si kandidat dhe nuk ke punuar duke dëmtuar kolegun dhe jo duke u përballë me kundërshtarin përballë. Kështu që nuk e di, po është një autogol që se di pse, sepse ka një unë e di se si funksionon dhe pak a shumë i kam parë. Por çka ke probleme me mikrofonin? Jo, thjesht rap bateria. Okej, të rap bateria, të bjen shpesh bateria? Po varet nga sinergjia që kam në panel. Është një video, i rikthehemi. Është një video që ka nxjerrë media së fundi që është një djalë i cili procon një foto që e bën sikur ky ka deformuar. Po, ai që është treni bullgar. Jo, s'është treni bullgar, është ai djali që e vulos vetë, e firmos vetë dhe do i tani ky treni bullgar ç'është se s'po ja gjejmë dot zgjidhjen. Treni bullgar është një person plotson ezem. Jemi ne të tre vëllezër nga një familje, kemi edhe të prindrit. Tani kemi 5 vota që na kanë ardhur me postë, tani ti ke shkrimin e bukur ose e bën mirë kryqin, se s'ka nevojë tani gjithë secili do shkojnë në përdhoma veç ne me kuti votimi, se kjo është dhe një idiotësi. Pavarësisht se këtu vota familjare është shkrim, atje tani e batoj bëjnë tavolinë buke, pastaj vazhdojnë e hanë, a kupton, e ndërpresin për një moment, nënshkruhen fletën e votimit dhe mirë u pafshim. Tani e bëjmë sikur është në një hall i madh, se e bëjmë, legitimiteti votës varet nga karakteri i njeriut, kush do ta vjedhë, vjen tu ku vjen, se nuk e bëjmë sikur babai një ose prindrit e një familje e detyrojnë ose i kushtëzojnë familjarët votojnë për njërin apo tjetrën parti. Treni bullgar është një person që plotson 5 fletë votimi, ka një shkrim. Siç është, ky është tren bullgar. Në thonjza, sepse janë 2 foto të votimit që është e njëjta dorë, po ta shikosh edhe kur bën ato rrethet, edhe kur bën vizat, edhe kjo është dorë e bërë në shpejtësi. Kështu që ky është tren bullgar që është një person që plotson 4, 5, 6, 7, 10 fletë votimi me të njëjtën forcë që nuk kanë subjektin, por nuk kanë kandidatin.
Pra, e njëjta gjë është. Pa është kontekst tjetër, që është votë familjare. Më falë Ermal, kanë qenë të deleguar në Partinë Demokratike kandidatët në për zona apo jo? Po. Një lloj si socialistët. Po. Dhe me informacionin që unë kam, nëse Jorida ka qenë të njësia 8, po them, për atë njësi, ajo ka çuar njerëzit e partisë nga aty tek procesi votimi dhe numërimi. Po. Kështu që duhet parë se sa kandidatë të tjerë kanë bërë këtë orë, se nuk është vetëm Jorida. Se këtu te secila qendër votimi, numrimi, secili që ka çuar njerëzit e vet, nëse kanë arritur të bëjnë konsensus me socialistët që nga linjët bëjnë çfarë duhet, se është votë preferenciale dhe nuk ndikon te rezultati i përgjithshëm, aty mund të jetë bërë kasaphan. Dhe kjo tregon edhe një herë një gjë që unë e mendoj ndryshe nga Ermali, ndoshta ndryshe edhe nga ti. Jo më fare. Lista të mbyllura plotësisht, mos bëjmë më nga këto maskarada dhe të mos bëjmë sikur se në finale njerëzit e kryetarit do jenë votimi elektronik. Shko. Elektronik po me po. Mbyll ajo diskutoj, shko. Fal, më vazhdo marrë fal. Po ti s'ke fol fare. Jo, desha nuk e folur. Ti ke folur shumë se të ka rënë bateria. Ne unë kam folur, s'kam pas bateri. Se mbarova rastin atij djalit. Kur nuk mbaron analizat e tua? Si është analizmi, ishte. Po mund ta thuash dhe pastaj rikthehen. Jo, vazhdo mendimin se s'do ta. Shko, Floget, në fakt kur kemi diskutuar shpesh herë, edhe unë me thënë drejtën, këto listat e mbyllura, më mirë e le përgjithsinë te i pari, dhe mund të kesh përmirësime për sistemin, pra ti e zgjedh një hartë territoriale apo me 4 zona, gjen koncepte ndryshe, një zonë, heq atë pjesën që dikush të dali me 10.000 vota, dikush dali me 11.000 vota, dhe kjo është më pastaj që mbahet si përgjithësi që e mban kryetari i partisë. Pra, me atë që ju në garë, me atë... Jam dakord. Ose të mbyllur komplet, ose të hapur komplet. Ndryshe nuk ka formul... Po ne nuk kemi vend ku mund të bëjmë gjëra të hapura komplet, se mendoj e hapura komplet, aulonrat nuk bëhen kur deputet. Është vërtet. Që të rrinë me këmbë tokë. Kështu që më mirë i bëjmë presion të parit që të vendosi 2 të fortë si kandidat, si deputet, dhe jo të na dalin 42, se sa ti lesh hapur ata dhe... 2 të fortë në elektorat, jo të fortë fizikisht. Jo, të fortë në elektorat nëpërmjet forcës jo të argumentit, por të hijes tyre të rëndë. Ta shoh edhe atë, po, na I thoj dhe atë se... ajo video, jo unë e pash realiste, po bëja një analizë. Jo, kemi edhe Flogerdin që na ikim për 4 minuta. Do ikim bashkë edhe me Flogerdin, se do rim gjithë ditën tu. Kam neva 3 gjithë ditën me ty. Jo, nga që i ke analizat e shkurtra, prandaj. Ti nuk të ndahesh, a kupton? Loli me Colin. Ka analizat e shkurtra. Po thoja, është një video që qarkullon në media një djalit të riq, I cili ai është me begj dhe është komisioner, nuk është I mitur, sikurse e bëjnë ca media, qarkullon merr një flet votimi, e volos vet, vullën e parë, vullën e dytë, dhe pastaj hedh kuti votimi ose le dikua nuk e di që komisionerët gja janë të shkujdesur ose kanë kthy kurrizin e tij. Të tilla që për ta ditur edhe opinioni publik dhe këta dallkaugot e mediave, të tilla vota është kur mbyllet procesi. Po, votojnë vet. Bravo. Votojnë vet komisionerët, mbasi mbaron Nëse ai do merrte do plotësonte 4 flet votimi do ishte I problem. Po nëse ka hedhur votë vet. Kjo që nxora unë që kemi këtu tek ne është tjetër gjë. Sa ai rasti është tjetër gjë që këta dallkaukët nga që s'kan si nuk din ose nuk kanë njerëz të merren me këtë punë, bëjnë këtë maskarada që nxjerrin një djalë kot aty sikur ka është qëllimshme. Po patjetër. Ai është thjesht një djalë komisioner e kash me be. Nuk janë të paftë. Aty nëse kalon gjallëzia ka nëse do kalonin ato gjithë komisionerët, gjithë profesorët e atij komisionit votojnë në fund fare mbasi mbyllet procesi, kanë të drejtën ata dhe secili voton edhe pse se ka vendin aty, voton në atë komision. Pra mund të jetë ku dëgjon, I njësisë një ai me pasaportizim, si thënë, me gjendje civile. Po, pasaportizim. Po pra, me gjendje civile dhe ai voton për shembull në njësinë 8, ku është antar komisioni dhe I jep votën. Tani aty në atë votë aty ai nuk ka qëllim që se po e bëj sikur këtë djalin po në manipulotet dhe ky do të jetë subjekti I spakut. Kjo është idiotësi e madhe e këtyre idiotëve që tentojnë që të bëjnë pjesë djalë aty që ka bërë vot, më e ka vulosur ky derë dhe do ta virosin këto të tjetër, por nuk është krim zgjedhor. Jo, kjo është seriozisht. Për mendimin tim, ashtu si lexoj unë imazhin.
Tani ne këtë diskutuam gjithë fakt. Diskutuam